Besart Kelmendi, i njohur si Gjesti, është shpallur fitues i edicionit të 4 të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, duke u triumfuar ndaj Rozana Radit në natë finale dhe duke fituar çmimin për 100.000 eurosh. Pas fitores, Gjesti ka përjetuar një rritje të ndjeshme të popularitetit në rrjetet sociale, ku ndjekësit po i kërkojnë një bashkëpunim muzikor me Luiz Ellin, fituesin e edicionit të 2 të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Kjo kërkesë vjen pas suksesit të dy artistëve në skenën muzikore dhe në spektaklin televiziv. Një bashkëpunim muzikor mes Luizit dhe Gjestit, sa nga ju e donit, ishte një pyetje që një fan kishte bërë në foton e Gjestit. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se si Gjesti ashtu dhe Luizi kanë qenë fenomen në edicionet e tyre që kanë marrë pjesë dhe janë pëlqyer masivisht nga publiku. Sa do të ketë një bashkëpunim mes tyre, nuk na mbetet gjë tjetër veç se të presim.